prit. PDK-ja ka një kryetar, quhet Bedri Hamza. Që i ka u Tripol zgjedhje. Po s'ka rëndësi kjo, pse për paralizojmë? Jo, me ka shumë rëndësi që s'ka rëndësi, se tash që po shkojnë as zgjedhje, çka keni me bë? Me kanë keni me dorë kandidat për kryetar. Ata lojë ta përfundojnë. Ti m'fal, po je ka flet totalisht jo serioz kjo. Jo. Unë po të them që PDK-ja ka një kryetar. E dyta, që PDK-ja nuk e lejon Albin Kurtin në postën e pushtetit. Okej? Na kemi lyp herën e kaluar me presidentin, edhe kësaj herë kemi shkuar në takimin e parë, që po thos keni shku, i kemi thonë, edhe ju e thatë, zoti Hamza ka qenë i gatshëm për një marrëveshje që i don krejt pushtetit. A kemi thonë çështo? A ka thonë zoti Hamza te ti në intervistë? Çush duhet ma qartë? Problemin e kiti, se ti po më pyet, edhe kuptojeni diçka në komunikim politik. Mos më pyet ti mu nëse. Se nëse një politikan serioz, unë e konsideroj veten që serioz, nuk përgjigjet ashtu një partie serioze. Çka nëse po do me ta nxjerr shpirtin unë këtu në tavolina qysh me të kallzu ty krejt, unë po bëj komunikim me opinionin publik, do të jem serioz. Unë po të them që ne kemi qenë gjendje për një marrëveshje. Ky njerëz do mendo asnjë pushtet. Ky e tha nuk është i gatshëm. Una? Kryetari në kuvendit është i gatshëm me dhuron. Po, a di qysh kryetari në kuvendit që po e shpjegoj. Njerëzit po thonë 3 pozita të cilën pedoni. Pushtetin në organin e quajtur kuvend e ka qaj që e ka shumicën, një që e ka spikerin e parlamentit. Okej? Ai që e ka shumicën. Ti kote ki kryetarin e kuvendit, se kur voton ai 61 kryetari i kuvendit nuk mundet me shkruaj 59. Mos te ulim muhabetin deri ato se jemi të interesuar na për me akomodu një person. Jemi të fol për një pozitë që e balanson pushtetin politik. Po, apo i bën që presidenti që po thonë që edhe një fjalë. Po fol për ju diçka. Po ta them shumë sinqerisht. Unë jam kundër Mohamed Qitjol, që edhe Partia Demokratike e Kosovës kur do të qoftë me pas këtë pushtetet. Unë çat vend që i ka një parti këtë pushtetet s'kam qef me jetu, çfarë do partia jam? E lëmë të vendosi. Që ky parti jetu. Që ky parti. E pse ki jetu? Kur? Sa ke vjos Osmani se me të unë e du Kosovën qatë shumë sa din me luftu për me ndryshu sistemin, unë e thash që nuk i shkon mirë në kisha dorë më ndona si vend. Kur për ju kanë menar për të një vendërdosi, kur s'me ju kanë menar për të një goza. Kur për ju kanë menar për glasën me shifra, tash është koha juaj. Fillo. Qyre, pas pori që të dukat prap, kështu. Për shembull, Albin Kurti ka refuzuar edhe një njeri, sa përket njerëzve konsensual, që ka qenë Adem Demoqi për president. Kur ka qenë në opozit, që mundet me na konfirmu. E dyta, është prapa e pavërtet, se kur ka ofru Albin Kurti në emër konsensual, familjes jashori e kanë përkrahur këtë partit. Pra prapë gënjeshtër. Po kupton? Domthon këtu janë dukra që këta i qesin edhe nuk kanë, nuk ju vjen morë edhe folin, çka folin. Pra nuk është e vërtet, edhe nuk ish dosh me kon tem kjo fare këtë hapësirë politike këtu, sepse është teçor tradicionalisht këtu ka qenë. Nuk mundet me marrë një parti krejt sistemi politik dorë për çatash kushtetuta e marruar me çush është. Ti nëse don me nxjerr kushtetutën me rroj pe anit, nxjerrë, po ju me vot të opozitën. Pse pe lyp të opozitën me ta votuar ti me nxjerr kushtetutën pe vani? Edhe kjo e pa logjikshmja, edhe për ata që pe lypin edhe ata që i përkrojnë, ose se kuptojnë, ose nuk e di çka kanë.